Mirëdita, sot e bëjmë një gatim austriak, I cili ka produkte tamam si palacinkat, vetëm se brumi bëhet pak më I trash. Edhe për të na duhen produkte shumë të thjeshta, pra miell, qumësht, krip, sheqer, vezët, të cilat I kam ndarë, të kuqet veç, të bardhat veç, të bëjmë borë më pas, edhe një luk salzkosi ose sour cream. Si fillim, marrim të kuqet e vezëve, I hedhim sheqerin, salcën e kosit, edhe qumshtin. Edhe pak vanilje që e kam bërë vetë me rum edhe me vanilje, me bim vanilje. I përzijim një këto, e të tresim mirë. Edhe I hedhim miellin. E bëjmë brumin këtu, dhe më pas bëjmë borën dhe ja shtojmë të brumi. I lemi një këto. Dhe arrahim bardhën e vezës. I hedhim pak krip. Tani I hedhim të bardhën e vezës këtu. Dhe pasi ta kemi përzier komplet masën, do ta vëmë në një tigan sa të marrë faqen e poshtme. Dhe kur të marrë faqen e poshtme, që do ta tregoj më vonë, do ta vazhdojmë pjekjen në tavë brenda, me kujdes, të bardhën e vezës që mos ta çmontojmë, pra me nga poshtë lart. Në tigan kemi vendosur pak gjalp sa të shkri, dhe bishti I tiganit ka vendosur letër alumini që mos na digjet bishti kur ta fusim në furr. Mund edhe ta përfundojmë pjekjen në tigan, por nuk jemi shumë të sigurt pastaj nëse piqet nga brenda apo jo, kështu që më e sigurta është ta përfundojmë pjekjen në furr. E hedhim të gjithë masën aty, dhe kush preferon mund të hedhë dhe rrushë të thatë. Që unë do ta bëj tani gjysmën me rrushë të thatë edhe gjysmën kështu siç është. Po kujdes tek zjarri, mos e hapni shumë me ngadalë. Pra në një gjysmë unë do vendos këtu rrushë të thatë, sepse jo të gjithë e duan me rrushë të thatë. Dhe do pres derisa të dalin bulzat sipër, pra që tregon që nxehtësia ka depërtuar brenda. Më pas e kam parangrohur sobën në 150 gradë me ajër, ose edhe lart edhe poshtë me 160 gradë, dhe përfundojmë pjekjen aty për 10, pra rreth 10 ose 15 minuta, derisa të marrim një faqe të artë sipër. Pra e kontrollojmë një herë është poshtë, por nga poshtë është pjekur me ka marrë ngjyrë. Tani e fusim direkt në furr derisa të marrë një ngjyrë sipër. Tani gjithë këtë e ndajmë në copa të vogla. Kujdes kur ta prekni te bishti I tiganit se të djeg. Dhe mbasi kemi prerë copat vogla, ose I lejmë kështu, dhe I hedhim pak sheqer pluhur sipër, ose përgatisim pak gjalp edhe sheqer, I karamelizojmë dhe I vendosim copat e Kaiserschmarrn, kështu quhet kjo këtu në Austri. I vendosim sipër dhe I karamelizojmë. Sipas shije, si të keni qef. Ose mund të fusni në vend të
Rushi të thatë mund të futni boronica ose ku ta diun çfarë keni qef. I bëjmë me pluhur, me sheqer pluhur, edhe këto zakonisht shoqërohen me reçel kumbulle, por unë do t'i bëj sot me pure molle. Ju falenderoj shumë për shikimin, shpresoj që ta provoni një herë këtë, se është shumë e mirë dhe është klasike austriake, është shumë e hershme si ushqim. Faleminderit, deri në videon tjetër. Mirupafshim.